vjen mirë që jam me Klevisin këtu, edhe do më vinte mirë të isha me cilin do funksionar të Partisë Socialiste, por Klevisin dhe kandidaten për shefe sektori të Partisë Socialiste, e pat sot nuk keni për ta parë më në asnjë televizion dhe nuk keni për ta dëgjuar në asnjë radio dhe në asnjë tryez. Sepse emisioni sportiv është tjetër gjë, sepse shefi i tyre, Edi Rama, nuk i lë as kandidatët për deputet, as kandidatët për kryetar bashkie, as funksionarët e partisë të dalin në debate me kundërshtarët. Kështu që mbaje mend këtë sepse Klevisin dhe kandidatën për shefe sektori të Partisë Socialiste mund ta takosh vetëm pas datës 9 nëntor, por këtë punën e mungesës së debatit e them seriozisht, sepse është e vërtet. Unë kam qenë vetë kandidat para 2 vjetësh, para disa muajsh patëm zgjedhjet parlamentare dhe kjo është e vërteta.